Nëse kur i e vetë i e shejtan, pasha Allahun para njerëzve nuk i e me laçe. Herdo kur do, Allah i ka me ta zborë thyrën. Nëse kur i e vetë i ban do punë që tu të shmi bëhu para njerëzve, që kjo të ban ti me kalu pinjetes në eksistencë. Nëse do me jetu me Allahun Azza wa Jall, ta di se Allahu Azza wa Jall, raport jot me Allahun është qëtu, definicion i drejt për drejt. Nëse do me di qyshije me Allahun, sot, hiq ma nesër, ta është moment, kujtoj ditë të kalume, kur i ka në vetë që ki bu. Veç, ka kuj s'ka po. Mendoj, nëse do me ditë 100%, pasha madhrinë e Allahut garanton, se nëse ti je i mirë, vetëmi me Allahut, që thot Allahu Azza wa Jall, nuk do ta djeg trupin e besimtarit një sy i cili loton kur është vetë dhe kujton Allahun. Ne na të fol për të kundërtën e kësaj, për ata që shikojnë haram, që bojnë haram, që munon me gjithë skuta pa me bo haram. Çka i bie kjo? Që ti nëse je shejtan vetëmi, s'mundesh më kanë me laçën publik. Normal, thoj za folna. Do thonë, nëse je i keq i vetëstanin vetëmi, ta di se çat publicitetin që e kallzon para njerëzve. Mashallah, unë takva, unë pesdhak namaz disen, Allahu Azza wa Jall herdo kurdo ka me ta qit ftyrën tane ku para këtë ummetit. Për këtë arsye, që thot Allahu Azza wa Jall, "Wa ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur." Allahu Azza wa Jall e di tradhtin e sinit tane, di? Kur e kshir dika në shtrëmt. E kshir shtrëmt, ama ti kur gjo skimin njerën, ama ti e kshir shtrëmt. Allahu Azza wa Jall thot e di çdo tradhti, e di tradhtin edhe sinit tan kur kshir telefon. Kshir pak haram e hek se çe dikush. Nëse je vetë e kthejnë vetë. E di Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye, nëse do mos me kalu prej jetesës në ekzistencë, ki kujdes me haramin.